Shqipëri tregu ka jashtëzakonisht nevojë për krah pune, për njerëz që të punojnë, dhe nga ana tjetër në Shqipëri papunësia të rriturve e të rinjve është rritur. Këto vitet e fundit. Është një ngërç që... Dhe kur del të bloku, mjafton të shikosh kafe dhe ti kupton se ku është problemi. Po tani kush e ka ndërtuar? Ka familja? E ka shkolla? Tani, kjo është gjitha bashkë. E para është çështje kulture. Është çështje kulture, tradite, edukate pune, etj. Dhe në familjet e sotme, brezi im edhe joti, fatkeqësisht kanë dështuar në edukimin e prindërve, e fëmijëve, sepse i kanë rritur fëmijët me pa ju thënë asnjëherë jo, ju kam plotësuar të gjitha dëshirat, dhe i kam mësuar me idenë që gjithsesi çdo që të ndodhi ty, shoqëria ka për detyrë të t'i zgjidhë problemet. Brezi im dhe joti është rrit me tjetër filozofi. Është rrit me filozofinë që ti duhet dalësh aty, duhet çash përpara, duhet të jesh konkurrent, duhet të jesh i suksesshëm, duhet bësh diçka për veten tënde, nuk ta ka bërsh njëri jetën. Ne kemi ndër plerat më burr. Po patjetër. Ku i ke tani? Tek ndër plerat. Po çfarë? Po plerat janë asgjë fare. Me turinë sigurisht, po. Se në asgjë fare. Unë kur doja të bleja libra, mblidhja gjithë letrat që se në shtëpinë time prodhoheshin shumë letra se mami mësuese. Bëja një pago të madhe, se di 20 kilshe për shembull me letra, dhe shkoja ke pika grumbullimit, fitoja 30 lekë, 40 lekë dhe shkoja në librari bleja libra. Në qartë. Dhe në 30 sotëm refleksi parë që kanë oba du lek. Dhe e kisha është edhe po se edhe lekët, as nuk motivohen për të bërë diçka. Thjesht, s'kemi lek. Okej, në rregull, s'kemi. Hap celularin, na mirupafshim. Edhe televizionet e rrjetet sociale janë mëkatare në këtë pikë apo jo. Ajo është reflektimi i kulturës. Kur ti thua që italianët kanë këngë bukura, diku nis historia, nis ke 7 kodrat e Romës. Po, ma tan Verdit. S'nis ke Verdi shfaqet. Po. Tani, universiteti vetë, sepse duan gjithë të mbarojnë, jo thjesht universiteti, po të bëjnë dhe masterin e doktoraturë etj. Për te atyre që thuhen apo reklamojnë në një mot të tillë, siç është muaji prill që fillojnë ato reklamat, a kanë universitetet realisht lidhje me kompani të ndryshme, qoftë edhe për një praktikë të paguar apo për t'i punësuar këta studentë? S'po them detyrim, po them kanë gjithmonë më tepër. Kanë. Gjithmonë më tepër, një pjesë e universiteteve bëjnë realisht të punë, sepse janë të interesuara. Sidomos universitetet private, le të themi, sepse e përdorin televizion si reklam. Një universitet privat kur do të shesi, le të themi ato vendet e veta në universitet, kuotat e veta, do t'i shesi duke thënë që shiko se ata që vinë ke ne gjejnë punë me një herë, etj. Në universitetet publike pastaj është gjë tjetër, sepse si çdo gjë publike. Është kjo puna që duan këta apo? Është puna që duan studentët? E di se është problem në një vend ka një vëllim të caktuar pune që duhet kryer në raport me zhvillimin ekonomik të vendit etj. Kjo është puna. Ti mund mos ta gjesh punën tënde. Unë për shembull në këtë moment do doja të isha futbollist i kombëtarës. Është një gjë që se bëj dot më vëlla. Mund doja të isha se ti shkrimtar i shuar e të jetoja gjithë jetën time me të ardhurat e librave që shes unë edhe mos rrit merren të punoj me punën që bëj çdo ditë etj. Është e pamundur, nuk e bëj dot. Kështu që çdo bëj do punoj. Domethënë ideja që ti patjetër duhet gjesh një punë që punën që do ti punën ideale dhe po zgjedh punën ideale s'duhet bësh punë tjetër. Varet si e mbrojtur. Është e gabuar. Varet si e mbrojtur. Qofse i zoti shko gjej atë punë, po deshe. Po nuk do plotësohen gjithmonë në jetën tënde dëshirat. 99.99% e njerëzve do bëjnë një punë në të cilën të paktën 70% e saj do të jetë një pjesë do t'i lodhi, do t'i stresoj, do t'i mërzisi etj. Por kjo është jeta. Ne mund të kemi dëshirë të fluturojmë, po s'fluturojmë dot më vëlla. E kuptoj. Pik. Janë ato që ofrojnë më burr, këto shembuj që prapë të mund të kjo për shkak e filani. Ka lezet vëlla 2 orë aty në ditë. E bë nga shtëpia s'ka nevojë të shkojnë punë, se ka dalë ky variant tani, falë Covidit. Domethënë ky varianti që e bëjnë shtëpi jo rrofse. Des po vi se bëjnë në shtëpi ta nisun. Mi ke edhe të tjetrën, ke ti hap televizionet dhe shikon se si bëhen sot njerëzit që janë të famshëm në Shqipëri. Po të marrësh ti shoh shumicën atyre që janë të famshëm në Shqipëri. Ti do shikosh që ke personazhe të spektakleve televizive, shpesh se s'po i përmend me emër se s'ka lezet. Do shikosh futbollist, do shikosh këngëtar etj. Dhe kryesisht njerëz që suksesi i cilëve lidhet me talentin, por jo me punën. E kuptoj. Dhe ky është problem. Në këtë vend promovohet rastësia, talenti, telebingo etj. Telebingo jo si kompani, po si koncept, tombola, le të themi. Fati, llotaria fatit. Po shiko. Jo puna. E marr vesh. Po ideja është një gjë kjo e fatit,
dhe një gjë puna. Pra, në një programacion, shembull, se luan njëri gjysmë në javë, nuk është asgjë e keqe. Apo jo? Jo, okay. Ndërkohë që ti ke ditët e mbushura, pikërisht me këtë lloj personazhe që thuat. Pra, ky është mesazhi që ti merr. Po të marrësh sot po themi 12-13 vjeçarët, do shikosh një përqindje qesharake tyre që s'të shkon mendja. Unë kam mësuar sepse jam me ta vazhdimisht. Ke një përqindje caktuar që mendoj që do bëhen të pasur në YouTube. E di, vërton. Po pra, unë kur e kam dëgjuar për parë thosha, po si mund të bësh i pasur në YouTube? Po do bëj videon edhe ato video do shikojnë shumë njerëz, do fitoj lekë nga YouTube-i. Kush e ka hedhur në treg këtë hall? Po se di kush e ka hedhur, po na ka marrë qafë. E besojmë gjithmonë. Po pra, patjetër. Ky është problemi. Domethënë që ti fillon edhe mendon që i vogël atë formohet karakteri edukata punës, fillon edhe mendon që ti mund të jetosh shumë mirë duke nejtë në shtëpi me kompjuter edhe duke fut video idiote në YouTube. Domethënë ky lloj mentaliteti. Ndërkohë që nuk është kjo, s'është kjo jeta. Jeta është kur ti fillon edhe punon edhe vret mendjen se si të arrish nga pika A te pika B, C etj me radhë. Sa drejtuar prindërve sigurisht. Po patjetër, kam përshtypjen që prindrit e din këto gjëra. Po s'kan vullnet. Aq më tepër prindrit e brezit ton që vet kanë përjetuar tjetër gjë, kanë funksionuar me tjetër mentalitet dhe fëmijët ndërkohë i kanë rritur me tjetër gjë. Është ajo thënia, ku kohërat e mira nxjerrin njerëz të dobët. Normal si pedagog, do të thënë pas një muaj, pas 2 muaj, nuk e di kur i bie, jepen provimet e lirimit, provimet e maturës. Po. Sa i bie? Pas 2 muajsh e ca. 2 muaj e ca. 2 muaj se afërsisht. Shënci ka. Dhe plotësohet ajo apo nuk plotësohet. Formulari ku do konkurosh të bësh. Plotësohet më herët, formulari. Okej, nice. Domethënë, cili është sugjerimi yt si pedagog, jo si prind, si pedagog, domethënë, kanë shumë ëndra, duke qenë nga mjekësia deri tek IT-ja apo tek kudion. S'po marr të degët me radhë. Cila është dega e së ardhmes? Cilat janë degët e së ardhmes? Është vështirë ta thosh cilët janë degët e së ardhmes. Më fal, për një gjë jam i bindur që arti do të ngelet hobi. Për momentin. Jo vetëm arti, po unë mendoj që tash do futemi në diskutime të tjera, po të gjitha ato degë që kanë të bëjnë, mendoj unë. Paktën me ato çfarë lexoj shoh etj. Të gjitha degët, për aq kohë sa inteligjenca artificiale ndartën edhe robotët si pjesë e kësaj, do të bëjnë një pjesë të madhe të punës njerëzore. Vetëm gjë që do mbetet e pazëvendësueshme është ajo që është bio njerëzorja. Domethënë gjitha degët që do të kenë bëjnë me kujdesin ndaj njeriut, për shembull, do të jenë të tilla, ose degët pasaj që kanë të bëjnë me komandimin, kontrollimin, menaxhimin e inteligjencës artificiale. Që mund të jetë mësuesia. Mësuesia është në fakt është kjo e para. Domethënë çado që ti të bësh, ti mund të vendosësh një ekran fantastik me inteligjencë artificiale me gjithë parametrat e tjerë që të jetë efikase kështu. Po nuk ka gjë në botë që ta zëvendësoj shikimin e mësuesit. Qartë. Kur mësuesi do të prekin seder ose të inkurajoj ose atë shkëlqimin e syrit mësuesit kur shikon që ti ke mësu edhe ke bërë një hap më tepër dhe që ty të ngrof edhe të tregon që je në rrugën e dur. Këtë gjë nuk e bën dot inteligjenca artificiale. Çado që të bëj, inteligjenca artificiale mund të jetë efikase teknikisht, por këtë aspektin njerëzor nuk mund të ta zëvendësoj dot kurrë. Siç nuk mund ta zëvendësosh dot, domethënë përgëdheljen e nënës ose babës, etj. Këtë lloj dashurie, domethënë sepse çado që të bëj roboti, sepse edhe prekja dhe përgëdhelja, edhe përqafimi nuk është çështje teknike. E kuptoj. Nuk është çështje riprodhimi e presionit caktuar mbi njësinë e lëkurës etj. Tënde etj. Është e gjitha çështje psikologjike. Ti e ndjen ashtu siç ndjen aromën e nënës tënde kur je fëmijë dhe i vogël, po ti e the kur je i rritur. Është qartë. Këto gjëra nuk ti zëvendëson dot inteligjenca artificiale. Kështu që duhet me thirr mendjes pikërisht për këtë lloj gjë, pavarësisht fiksimeve apo pasioneve të momentit. Ermal, se di, do të thonë, nëse tani kam përshtypjen që muhabeti mbyllur jemi në prill, e kanë ndarë mendjen nëse duket, por asnjëherë s'është vonë për të ndruar mendje. Asnjëherë. Kjo i takon kryesisht prindërve, duke sugjeruar njëkohësisht edhe këto degët e agrikulturës mund të jenë këto bujqësia, këto gjërat. Patjetër. Apo prapë aty do mësojnë. Edhe aty do ndërhyjë inteligjenca artificiale, në të ardhmen njeriu nuk është se do lodhet shumë me ato. Gjëja ku do fokusohet vëmendja është pastaj, është tek pjesa e të zgjedhurit të një stili caktuar të jetuarit. Domethënë ti mund të shkosh të blesh
mund të kesh një supermarket ke të di 50 arka me domate të ndryshme aty, varietete ndryshme etj. Po me shumë gjasa ti do preferosh të zgjedhësh atë domate që ka një histori nga mbrapa. Qartë. Këtë domaten e ka prodhuar njëri i cili vjen nga ky fshat ose ka këtë histori familjare. Këtu do përfundojmë. E këtë e bëjmë që sot ne. E bëjmë që sot. E bëjmë që sot dhe në tarme mund ta bëjmë gjithmonë më tepër. Edhe me këto ritme gjërat lëvizin shumë shpejt. Jashtëzakonisht shpejt. Ato që lexonin dikur nga Jules Verne, ose nga Barzil Londo, jo Barzil Londo, kush ka qenë më ky? Vetëriteti, ja. Këto jo historia udhime, shumë fantastike. Po. I kemi. Tani ka dhe një gjë që ne kemi arritur limitet e fantashkencës. Ne kemi arritur në një pjesë ku tash si thosh edhe imagjinata jonë është më e ngadalë se sa zhvillimet teknologjike që kemi provokuar. Më të merron kjo. Për shembull, një bari. Ti do të ketë marruar ai tip, pse? Do jenë lopë digjitale. Qa po bën po të shmontoj lopë? Këto dhe, nëse këtë e batuta po. Do fusin ingredientët aty dhe një robot do fusin ingredientët, do përzihen, do dali qumësht. Edhe ajo është e mundur, po megjithatë shiko diçka, kur është bërë revolucioni industrial, njerëzit mendonin që mori fund roli njeriut, çoheshin edhe punëtorët, shkatronin makinat etj. Do thënë, vendet e punës që janë krijuar që nga ajo kohë, s'kan lidhje me, nuk imagjinoj dot njëri, patjetër disa procese, disa vende pune do të ikin, por kjo nuk do thotë që do zhduken të gjitha. Kështu që është e pamundur që të ndodhë. I dashur, të falenderoj shumë për të bisedë. Faleminderit. Mëngjesi dhe të uroj shëndet e mbarësi dhe të vaftë marë. Gjithashtu. Rrofsh.